Hej, përshëndetje të gjithave, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do ju sjell një recet që nuk ka shqiptar që nuk e pëlqen, por sot me të gjitha sekretet, një përbërës sekret për ta bërë sa më të shijshme, sa më të butë, tamam si sfungjër. Sot kuzhina ime është plot lule dhe këto lulet janë nga baçja e mamit dhe babit tim, prandaj shkëlqejnë kaq shumë dhe duken kaq bukur. Shpejt e shpejt fillojnë nga puna. Nëse jeni të rinj në kanalin tim, nuk do harroj t'ju kujtoj, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re. Si fillim do na duhen 4 vezë, gjithashtu nëse e ndiqni këtë recetë deri në fund fare, do ju shfaqen 4 recetat më virale e më të pëlqyera në kanalin tim. Pa humbur kohë, fillojmë nga puna. Fillojmë me sekretin e parë. Çfarë duhet keni parasysh? Vezët duhet të jenë në temperaturë ambienti, sepse vezët në temperaturë ambienti do të frynë siç duhet, do të krijojnë porozitetin e duhur në revani. Do të na duhen pra 4 vezë. I kalojmë të gjitha në një tas. Revanin sot po e përgatis për një mikeshën time dhe thash pse mos ta ndaj me ju. Do të shtojmë krip me majat e gishtave. Çfarë bën kripa në ëmbëlsira? Balancon shijen dhe në ëmbëlsirat me vezë, si kjo që duan të shkumëzohen e të formojnë shkum, e bën shkumën më të qëndrueshme. Do të shtojmë 150 gram sheqer. Ne kemi ndezur rasin elektrik dhe pa mbaruar të gjithë sasinë e sheqerit, do të vazhdojmë të rrahim me rasin elektrik. E fika për 1 sekondë dhe ndërkohë që jemi duke rrahur me rasin elektrik, do të shtojmë në fije 100 ml vaj dhe tani vijmë tek sekreti tjetër. Ndërkohë që jemi duke shtuar vajin, do të vazhdojmë të rrahim pa ndërprer me rasin elektrik për 10-15 minuta derisa formohet një shkumë e zbet, e qëndrueshme dhe e fryrë e vezëve. Kjo është pamja e vezëve pas fiks 10 minutash të rrahura me rasin elektrik. Ndërkohë dhe sekreti tjetër, para se, do më thënë, me njëherë pasi nisni rrahjen me rasin elektrik, kam ndezur furrën të ngrohet në 180 gradë Celsius, sepse në momentin që fusim revanin në furra e duhet jetë ngrohur, si edhe tepsin që e kam gati. Tani shpejt e shpejt fillojmë bashkojmë përbërësit e thatë. Sekreti tjetër është që si mielli edhe përbërësit e tjerë të thatë të siten, sepse kështu na fusin më shumë ajër në ëmbëlsirë, do na duhet 200 gram miell, edhe ky është një sekret. Mielli duhet për ëmbëlsira, pasi mielli për ëmbëlsira ka më pak gluten, gjë që lejon ëmbëlsirën të bëhet më e shkrifët dhe më e fryrë. I përbërësi tamam sekret që jo çdo recete ka është nise shteja, 80 gram nise shte, do e bëj revanin më të lehtë, më të fryrë dhe nuk do japi atë strukturën që është zakonisht si qulle, bën të thatë dhe shumë të shijshme. Dhe përbërësi i fundit që do të shtojmë është një paketim fryrës keku. Tani vazhdojmë duke shtuar, duke e situr dhe duke e punuar tani me spatull, nuk do të punojmë më me rasin elektrik. E përzihem me kujdes me spatull për të mos ulur volumin e vezëve. Shtojmë nga pak dhe përzihem me kujdes. Ndërkohë, siç u thash, furrën e kam të ndezur, kam ndezur gjithashtu, kam lyer gjithashtu edhe tavën që do të përdorim me vaj, që mos na ngjis brumi nise shtes. Brumi i revanis, më falni.
Trashtojmë nga pak nga përzierja e thatë dhe ndërkohë vazhdojmë me përzijem me spatulën, duke u kujdesur që mos na bjerë volumi i vezëve. Këto duhet ta bëjmë me shumë shpejtësi pasi vezët, sa më shumë kohë të kaloj, aq më shumë ju bie volumi. Brumin e kemi gati dhe siç e kemi të gjithën, do e kalojmë në një tepsi të lyer paraprakisht me vaj. Është tepsi e vogël me përmasa 28 cm diametër. Dhe tani revanin e kemi kaluar në forn për 30 minuta. Forra nuk duhet hapur absolutisht pasi bie volumi. Unë po pi një kafe tani, ndërkohë që piqet revania dhe po supozoj sikur jemi këtu bashkë. Dhe ndërkohë dua t'ju tregoj dhe t'ju falenderoj që jeni pjesë e përditshmërisë time, sepse farjush kanali jon, nuk do ta quaj kanali im, kanali jon i YouTube-it është 100.000 subscribe dhe unë kam marrë këtë butonin që vjen nga YouTube, butoni subscribe. Dhe dua t'ju falenderoj me gjithë zemër për gjithë dashamirësinë që tregoni çdo ditë në kanalin tim, komentet tuaja pozitive, ato like-et, shpërndarjet, shikimet që bëni në videot e mia dhe çdo subscribe janë shpërblimi i punës time, prandaj ju falenderoj pafund dhe me gjithë zemër. Oni pak sa është fryrë revania janë dhe akoma nuk është pikur si duhet. Për shërbetin do të veprojmë shumë thjesht. 2 filxhana çaj me ujë, këtu e kam hedhur një filxhan, po hedh edhe një tjetër dhe një filxhan çaj i gjysmë me sheqer plus erëzat që dëshironi. Ja ku jemi tek filxhani i parë i sheqerit, shtojmë edhe gjysmën. Unë kam nga këto limonat e vegjël që janë pa pjekur akoma, prandaj po shtoj gjysmën, kështu siç është. Por një fet limon është e mjaftueshme. Kam shtuar edhe ca karafila dhe një shkop me kanellë tani. Do e kalojmë në zjarr dhe do e lëm këtu të zi për 10-15 minuta. Ndërkohë do të heqim edhe revanin nga soba që të na ftohet pak. Tani shërbetin e kemi gati, do e lëm të ftohet një 5 ose 10 minuta dhe ndërkohë do të presim revanin. Tani hajde ta presim e ta shohim sa e shishme dhe sa e mirë ka dal. Duket fare qartë si ka dal dhe që tani mund ta konsumoni edhe pa shërbet fare për ato që nuk është se i pëlqen kush e di shërbeti, është shumë e shishme edhe kështu siç është. Unë pëlqej ta përdor në formën e rombeve ose siç thot mami me nuska baklavaje. I prisni në masin që keni shef. Dhe tani hajde t'i jedhim shërbetin, revanin e kemi lënë të ftohet pak shërbetin. Gjithashtu, por janë të ngrohta të dyja. Do e lëm kështu në shërbet të paktën një orë, por edhe më shumë, derisa ftohet plotësisht dhe do e provojmë. Shikoni pak pamjet e kësaj revanis, flasin vetë, prandaj ju sugjeroj shumë ta provoni dhe nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe. E të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re, postohen disa receta të reja gjatë gjithë javës. Tani ta shohim pak në brendësi. E butë si sfunjgjerë, e shkrifët e kulluar.